është fruti i dashurisë midis tokës dhe diellit. I vjetër sa historia jon, ka qenë dhe do të jetë simboli i paqes, aleat në varfëri dhe një shtys për të shpresuar. Kam pyetur veten për vite me radhë, si mundem t'i kthej diçka mbrapsht. Tani e di, Agrifertoliv është i rëndësishëm për ullirin, ashtu siç është edhe ai për ne. Lëndë të shkyese si azoti me inhibitor, magnezi, bori, fosfori dhe potasi e bëjnë të pemë të prodhojnë në kapacitet të plot e të ketë një cilësi vaj shumë të lartë. Për bimë të shëndetshme, besojni Agrifert. Ke një ide dhe do ta kthesh në biznes? Do doje që biznesi yt të ishte i suksesshëm? Merr pjesë në konkursin Ideja dhe mëso si t'jesh një sipërmarrës i shkëlqyer. Bëhu pjesë në konkursin Ideja. Realizoje në Shqipëri. Një nga kryeveprat e letërsisë botërore, nga shkrimtari i mirënjohur amerikan John Steinbeck, fitues i çmimit Nobel për letërsi. Një roman epik, i ndërtuar nga personazhe që i mbijetojnë çdo kohë me tematikat e tyre. Identitetet mistershme, dashuri të pashpjegueshme dhe pasoja vdekatare prej mungesës së dashurisë. Botuar për herë të parë në vitin 1952, romani Në lindjet e Edenit ka pushtuar zemrat e lexuesve në mbar botën për vite me radhë dhe tani vjen për lexuesin shqiptar ekskluzivisht nga botimet Living. Jo gjithmonë fieri merr kuptim të madh, sepse ashtu duam ne, qytetarët e tij. Emri përdoret kur i arrit vlerat, kur meritohet, kur vetë qyteti të thotë, po, më thirr në emër. Mobileri Fieri e gëzon këtë të drejtë. Ajo e lartëson këtë emër me të madhërishme, me cilësore, me të papërsëritshme, me prodhimet e fundit italiane. Mobileri Fieri, jemi këtu se ju duam dhe na doni. Supermarket 1 Maj. Gjithmonë jemi duke kërkuar ku mund të gjejmë supermarketin, ku të gjejmë produktet e garantuara dhe me çmimet më të mira në treg. Supermarket 1 Maj në qytetin e Fierit garanton cilësinë e çdo artikulli me çmimet më të lira. Tjetra produkte vijnë me oferta marramendse në festat e fundvitit. Në Supermarket 1 Maj do të gjeni detergjentët cilësor si detergjentët e rrobave, zbutës rrobash, produkte këto me ofertën me rastin e festave të fundvitit. Si do të gjeni edhe shumë llojshmërinë e ushqimeve tuaja, si oriz, makarona, vaj, letra kuzhine, miell gruri, miell misri, nise shtesh, sheqer, pije alkolike, pije energjike si dhe ato freskueset. Do të gjeni gjithashtu edhe pjesën e bulmetrave si salskosi, djath tosti, zosh, djath dhije e të tjerë, të gjitha këto produkte në ofertën me rastin e fundvitit. Gjithashtu në ofertë ndodhen edhe frutat e thata si ara, bajame, lajthi e të tjera. Nxitoni të përfitoni nga uljet e çmimeve në Supermarket 1 Maj. Ne ndodhemi në aksin Fier Patos. Supermarket 1 Maj, supermarketi juaj. Laboratori Helios. Laboratori Helios. Falfjalës së fundit të teknologjisë, në laboratorin Helios mund të kryeni të gjitha llojet e analizave. Mjek të diplomuar dhe të specializuar brenda dhe jashtë vendit vinë në shërbimin tuaj në kryerjen e analizave biokimike dhe hormonale në gjak, testeve biokimike në urinë, analizave të likidit pleural dhe cerebrospinal. Helios kryen kontrollin e diabetit, glicemia,
hemoglobin e glukozuar, kurva e glicemis, insulina. Në Helios mund të kryeni panelin hepatik, lipidogramën, kontrollin e tiroides, kontroll periodik të shtatzanisë, elektroforezën e hemoglobinës, morfologjinë e gjakut, depozita hekurit në gjak, peritinemia, si dhe sideremia. Pranesh kryhen testet e fertilitetit, teste të koagulimit të gjakut, analiza për markuesit e prostatës total, PSA dhe free PSA, si dhe markuesit tumoral, kryhen nën profesionalizmin e mjekëve të laboratorit Helios. Eja një pranesh për check-up sipas moshës, testet e tromboembolis, si dhe enzima kardiake. Ne diferencohemi nga eksperienca, përkushtimi, teknologjia moderne dhe profesionalizmi i lartë. Ju thjesht na besoni. Helios, diell në jetën tënde. Adresa: Rruga e Spitalit, pallati me kolona të rrumbullakta, përballë Hotel Internacional. Laboratori Helios. Helios. Are you with me? Are you with me? Si të paraqisni një ankesë në TAP? Nëse mendoni se nuk jeni trajtuar drejt apo nuk keni marrë zgjidhje për shqetësime të shkaktuara nga projekti i gasjellësit Transadriatik, ju mund t'i drejtoheni TAP, Dega e Shqipërisë, nëpërmjet mekanizmit të ankesave për shqetësime të cilat lidhen me dëmtim pasurie, zënje sipërfaqe toke më të madhe se ajo e rënë dakord, zhurma, pluhur, incidente apo shqetësime të tjera të shkaktuara nga aktivitetet për ndërtimin e projektit TAP. Kërkesa juaj do të trajtohet brenda një afati prej 30 deri në 90 ditë, në varësi të llojit të shqetësimit të shkaktuar dhe me transparencë të plotë me synimin për të ofruar zgjidhjen më të mirë. Ankesa juaj mund të paraqitet në çdo moment duke dërguar një email ose letër, si dhe në çdo ditë pune gjatë orarit zyrtar të punës me anë të një telefonate. Me miliona kopje të shitura në mbar botën, vjen tani në Shqip Saga e Kazaletëve, në stilin e sagës së Forsythëve. Një fenomen dhe sukses mbar botëror. Është një botë tjetër, një kohë tjetër. Është koha e Kazaletëve. Viti 1937, një kohë me dama dhe kavaljer, me armë dhe dashuri, me besnikëri dhe tradhti. Atë kohë, familja Kazalet, një familje pasur londineze, do të kalonte vitet e pafajësisë, që do të hapin edhe siparin e kësaj sage të mrekullueshme. Saga e Kazaletëve, vëllimi i parë, nga Elizabeth Jane Howard, ekskluzivisht nga botimet Living. Sa herë dëgjoj fjalën cilësi e lartë, kualitet, perfekcion, ndihem si në një botë jo reale. Sikur këto nuk më përkasin mua, por dikuj tjetër. Dhe filloj e ndërroj edhe them, as sikur këto epitete të më përkisnin mua. Po, të përkasin edhe ty. Mjafton t'i drejtohesh firmës më të vjetër të mobilive, e cila ka lumturuar mira klientët e saj, firmës Bare, e cila për sosmërisë i qëndron besnike me modelet e fundit të prodhimeve greke. Firma Bare, arredimi brendshëm, por pa harruar edhe lulishtet tuaja. Tek firma Bare mund edhe të porositësh mobiljet, si dhe konvertimin e mobiljeve të tua të vjetra. Zgjidh firmën Bare, ke zgjedhur ëndrrën. Adresa: Rruga e Vlorës, pranë QTU, Fier.